Fabian. Fabian. Unë e kuptoj pozitën tënde dhe e kuptoj vështirësitë tua edhe njoh shumë mirë familjet shqiptare dhe njoh shumë mirë gjithë dinamikën. Po lere me po lere me zemër lere, tash i bana, mos e të pro tani. Njefti familje shqiptare, njeft shumë mirë, andej këtej. Nuk janë familje shqiptare ashtu si doni juve t'i bëni ato skenarët e qiftet aty për reality show. Tani, Fabiani, vlla Jollës, hyrin brëm në ferma VIP. Shumë bukur. Qëndrimi që e ka mbajtur, sinqerisht e them, ka bërë shumë mirë, i ka dhënë këshilla të jashtëzakonisht mirë, është vërtet ai vlla për motrën e vet që do bënte atë, që nuk do ta lejonte të merrte rrugën e mutit, për disa klikime, apo për një show, apo më the thash. I tha jashtëzakonisht bukur, kur ai nuk e di ku është vet, nuk e di se çfarë pret ti të ofrojë ai djalë, kur ai nuk e di ku është vet akoma. Fabian, e di, po lere, se prandaj ka ardha ty, të flas me motrën e vet, jo për tyja, apo për tjerët me radhë, s'u ha barku për neve për ty, ka ardhur për atë që e ka në shtëpi, e ka gjak, e ka motrën. Do jep një këshilla edhe fusni turin aty ku se duhet. Gjohet bër show, di familje shqiptare. Nuk është dashuria ajo kur dikush jam i dashuruar unë me atë që jam i dashuruar po s'jam i lidhur. Ai dikush vetë moj, nuk dikush vetë, nuk e si i ndriti me atë Vanesën. Lere më të lindi gjëja të lindi vetë, të lindi natyrshëm, nuk keni vetë ju pse ti fusni spicat. Dhe të gjithë ata moralistat që thonë, po, na futi ankthi, pse ç'a doni? Thoshte bravo motor, bravo. Jo valla, qëndrim ka mbajtur, për ç'a për të mirën e të motrës vet, mos turprohesh akoma më shumë nga ishte duke e bër për hatër të atyre që ndoshta mund të thonë atje në përdhoma, në përgjera. Dhe shumë mirë e ka. Të vazhdoj vetë lojën aty. Nëse lind diçka duket ajo që lind normale, natyrale. Jo e sforcuar. Ai s'di vetë kur... Aman. Shumë mirë. Fabian është tamam vlla për motor. Ka qëndrimin, ka karakter vlla, ka autoritet më vlla. Qa du të dëgjoj motra ime se... Shiko, mirë, po nuk në ke... Jo më vlla, si e në regull, pik, 10 ditë që në fundi nuk e në regull dhe kaq, edhe bravo i qoftë. Shumë mirë. Jo, ankthi ashtu, shumë mirë ka bërë. Jam shumë i sigurt që juve ndoshta pas kamerave do kishte bërë akoma më keq me motrën. Akoma më keq. Pse? Nuk është pjesë e dhunës kjo, absolutisht. Absolutisht nuk është pjesë e dhunës. Është pjesë e ndalimit kundrejt një denigrimit madh që po i bënte për shembull ai lloj formati kësaj femre, kësaj shmashkull.